Në prag të vitit të ri akademik, Universiteti Ismail Qemali prezantoi sot një nga ristit më ambicioze të tij, hapjen e programit të ri master në inxhinieri armatimi me profil në aviacion dhe naval, programi i parë i këtij lloji në Shqipëri. Ceremonia zyrtare u zhvillua në sallën Ali Aslani të rektoratit, në praninë të figurave të rëndësishme të jetës akademike dhe politike. Ndërto, Ministri i Mbrojtjes Spiru Vëngu, Ministri i Arsimit dhe Sportit Mirela Kumbaro, Bruna Mersini, kandidate për kryetare të Bashkisë Vlorë nga Partia Socialiste, Bledin Çuçi, drejtues politik i PS-s për Qarkun Vlorë, Samira Sina, ish pedagog dhe aktualisht deputete e Kuvendit të Shqipërisë si dhe rektoria e Universitetit të Vlorës, Aurela Saliaj. Ky master është rezultati i bashkëpunimit nëpërmjet Universitetit Ismail Qemali dhe Akademisë së Forcave të Armatosura në Tiranë, me mbështetjen e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Arsimit. Programi synon të lidh formimin universitar me nevoja strategjike të vendit, duke ndërtuar ura mes arsimit të lartë dhe fushës së sigurisë kombëtare. Në fjalën e saj përshëndetëse, rektoria Aurela Saliaj theksoi rëndësinë e këtij programi si një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të arsimit të lartë dhe afrimit të tij në realitetin e tregut të punës. Universiteti të Vlorës si Akademisë së Forcave të Armatosura, por mbi të gjitha me mbështetjen insistuese të Ministrisë së Mbrojtjes, që të gjitha ne si institucione, jo me parime, jo me marrëveshje, jo me fjalë të themi në teori, por realisht që të treja institucionet tona kanë vënë në dispozicion të programit inxhinierie armatimit asetet e tyre më të mira, kapacitetet më të mira akademike që neve kemi, infrastrukturën laboratorike që kemi projektuar për ta vënë në dispozicion të këtij programi, strukturat e praktikimit, strukturat e mbrojtjes që do jenë në dispozicion të formimit të inxhinierëve të ardhshëm të armatimit. Sfidat e mbrojtjes sot kanë çuar në transformime të rëndësishme mbi të gjitha, edhe në dimensionin detar, edhe në dimensionin ajror, ashtu siç edhe në kibernetik apo teknologji. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që ne të përgatisim inxhinierët të së ardhmes që të jenë në gjendje të praktikojnë dhe të projektojnë teknologji të avancuara të armatimit apo mbrojtje inteligjente. Ju të dashur student, do të jeni brezi i cili do të udhëheq këto transformime teknologjike të mbrojtjes moderne të Republikës së Shqipërisë. Suksese edhe një herë në këtë rrugtim të jashtëzakonshëm akademik dhe profesional. Ndërsa Ministri i Arsimit dhe Sportit Mirela Kumbaro e vlerësoi nismën si një model bashkëpunimi institucional, që sipas saj duhet të ndiqet nga universitetet në mbar vendin. Po e relaksoj pak, se unë jam tek krahu këtu ku kam përballë gjithë uniformat, me gjithë admirimin që kam për uniformën, mendoj që është më lejoni ta quaj pak në mënyrë metaforike, një martesë shumë e bukur. Një martesë shumë e bukur që i ka të gjitha shanset që të jetë edhe një martesë e lumtur në vazhdimsi, dhe në krahun ose në pozicionin e Universitetit Arsimit Lartë dhe të Ministrisë së Arsimit, jemi në linjën e një politike që shkon drejt një kërkese prioritare në vitet që kemi përpara. Profilizimin e domosdoshëm të universiteteve. Nëse Universiteti i Vlorës ekziston dhe punon që të vazhdoj të jetë jo thjesht të mbjetoj, po të jetë atraktiv, të jetë i suksesshëm, na duhet patjetër të rishpikim vetveten, në kuptimin që të gjejmë forma të reja për të tërhequr student, jo thjesht ata që mbaruan, po student të 2030-s, si një target i rëndësishëm që i kemi vënë vetes në integrimin europian, ku Universiteti dhe Arsimi i Lartë kanë një gur shumë të rëndësishëm. Dhe ky master i ri është pikërisht një provë se si ne mund të rishpikim vetveten në kuptimin më të mirë, duke kombinuar ekselencat tona. Pa diskutim, në fushën e arsimit lartë të forcave të armatosura, kemi modelet e ekselencës. Në mënyrën se si politika e re e Ministrisë Mbrojtjes dhe e Qeverisë Shqiptare në fushën e mbrojtjes për të zhvilluar industrinë e mbrojtjes është një revolucion që ka nisur sot dhe do të vazhdoj. Kombinimi i kërkimit shkencor, i arsimit lartë në këtë sektor, nuk është thjesht një risi për pjesën e akademisë ushtarake, është risi dhe për universitetin. Sepse nëse këtë vit të parë kemi rreth 16-17 student, një grup të parë prej 17 studentësh,
plus minus, më korrigjon Ministri i Mbrojtjes. Uroj dhe jam e bindur që do të bëhet atraktive që nga bachelor të fushave dhe të sektorëve tjerë të studimeve të larta, po i quaj civile, të vijojnë këtë rrugë. Janë të tilla forma që jo thjesht krijojnë programe të reja mësimore, po janë të tilla forma të cilat bëjnë dhe kombinime dhe na japin mundësinë që të tilla kombinime Universiteti i Vlorës t'i bëjë dhe me dek të tjera, nëse duam që Universiteti i Vlorës të ketë një jetë të gjatë përpara. E para kjo. E dyta, krijojmë dhe një mjedis të ri kulturor, sepse është një komunikim jo thjesht brenda për brenda universiteteve, midis akademisë ushtarake dhe Universitetit Vlorës. Është një bashkëtesë e re në qytet, në një territor i cili ofron praktikisht kombinimin më të mirë midis shkollës, turizmit, ekonomisë, bujqësisë dhe arsimit ushtarak. Prandaj nuk mund të kishte një kombinim më të mirë se sa me Universitetin e Vlorës, por inkurajoj dhe do t'i kërkoja publikisht Ministrit Mbrojtjes që të tilla kombinime në sektor të tjerë t'i shikojmë dhe me universitetet të reja, sepse është pikërisht profilizimi ai që do ta bëjë universitetin arsimin e lartë në përgjithësi, por universitetet tona specifike në qarqe të ndryshme të vendit jetë gjata. Nuk dua të zgjatem, besoj që keni bekimin më të mirë të mundshëm me vendin, se tani vin nga Italia për të jetuar në Vlorë e vin nga vende të tjera të Europës Veriore për të jetuar në Vlorë. Besoj që do të jenë po kaq të lumtur dhe pedagogët e Akademisë Ushtarake që do të fillojnë të japin mësim këtu në Vlorë, se kur vjen Vlorë për një herë ngelesh si puna ime përgjithmonë. Nga ana tjetër, Ministri i Mbrojtjes, Piro Vëngu, e cilësoi hapjen e këtij masteri si një moment historik që do të kontribuojë në formimin e specialistëve të rinj në fushën e mbrojtjes, aviacionit dhe sigurisë detare. Po pikërisht arsye pse kemi nxitur programe të tilla dhe arsye pse kemi nxitur mastera profesionalizues dhe mastera shkencor për pikërisht shkenca të tilla, na bën të japim perspektivë nxënësve si puna juaj dhe studentëve si puna juaj që kanë marrë guximin riskun deri diku që të investojnë në dije për dije, çka është gjë e rrallë sot, sepse gjithmonë tendenca është që të shkojmë drejt ajo dija që të çon direkt ke një vend i pune, jo detyrimisht me një rrogë cilësore. Qasja jonë është që të investojmë në dije për profesionistë që kanë kapacitete dhe specialitete që i bëjnë shumë të kërkuar, sidomos në nevojat tona mbrojtje kibernetike. Marrim shumë matematicien në mbrojtje kibernetike, marrim shumë matematicien për sa i përket rritjes kapaciteteve të luftës elektronike. Janë gjëra që mund t'ju duken pak specifike, po më besoni që nevojat janë të shumta në radhët e forcave të armatosura. Po jap një shembull, brenda vitit 2030 na duhen 30 pilot dhe na duhen 55 kontrollor ajror. Zakonisht kontrollorët ajror vinë nga degë shkencore dhe inxhinierike shumë të specializuara. Ndaj gjykuam të dobishëm këtë partneritet dhe ndaj zgjodhëm Universitetin e Vlorës, se pikërisht besoj që jemi në këto linja të njëjta me çfarë artikuluat dhe ju, dhe e mira është që në Akademinë e Forcave të Armatosura jo vetëm merr bursë, po paguhesh për të mësuar. Kështu që është një avantazh dhe ky besoj. Në aktivitet morën pjesë gjithashtu dhe Bruna Mersini, Bledi Çuçi, Samira Sina dhe përfaqësues të institucioneve vendore, të cilët përshëndetën nismën e universitetit si një shenjë të transformimit të arsimit. Ky master, përveç se hap një drejtim të ristudimit në Shqipëri, i jep Universitetit Ismail Qemali një rol strategjik në formimin e inxhinierive të sigurisë së nesërmes, duke pozicionuar Vlorën si një qendër të inovacionit akademik dhe teknologjik në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare.